Unë mendoj se është në rrugën e duhur, që të themi njerë për gjithmonë ka punë, akoma, po ka punë. Tash i pa modesti e them që kam qenë iniciatori i këtij projekti 3, bashkë me Ministrin e Turizmit. Është debatu gjatë, në fund kemi gjetë formulën që vetëm hotelerit mund të përfitojnë, asnjë tjetër. Pra hotelerit me sistemin 1-2, nëse ke 50 dhoma, do kesh 100 çadra. Pra nuk mund të kesh më shumë. Si vjet kemi një problem që janë disa kontrata 5 vjeçare që për shkak se janë në vitin e fundit ne nuk i zhbëjmë dot. Pra vitin tjetër do ketë një situatë akoma edhe më të mirë, gjithsesi plazhet publike janë të dukshme aty. Bashkia Lezhës, le të themi, është e vetmja që ka ndërtuar një sistem edhe menaxhimi me pagesë, që do thotë që në mënyrë fakultative, nëse ju kërkoni shërbim ama çmimi është në kota të pranueshme dhe nuk ka më masakra të tilla, për shembull 15 euro, 20, 25 deri në 40 euro që mund të paguajë një pushues, po ne kemi shku te ka vendosur një çmim tavan? 3 euro në Tale, 4 euro në qendër të Shëngjinit, 5 euro në Rand Hedhun. Pra nëse dëshiron, nëse s'dëshiron, mund shkosh në orë me çadrën tënde dhe ke të lirë. E ke gratis? Po. Pa lekë. Mund ta vendosësh çadrën? Po, pa diskutim. Në ndërkohë çka po ofron si vjet? E pam që ka rregullime në infrastrukturë, madje edhe banorët shprehen. Tani Shëngjini si vjet vjen me disa risi. Vjet ne mbyllëm sistemin elektrik 20 kV. Si vjet mbyllëm ujin, që ishte një problem madhor vjet dhe na ka çedu disa herë, na ka krijuar një turbulencë shumë të madhe dhe si vjet ne paktën jemi nën test dhe testet po tregojnë se jemi në rrugën e duhur. U mbyll rruga Shëngjin-Velipoj që i dha një tjetër sharm zonës. U mbyll rruga e daljes nga Kunja. U mbyll përfundoi, se na mendojmë që të ntraun aty kur dojmë po u mbyll. Përfundoi. U mbyll si histori. U mbyll si histori, u mbyll si projekt. Po si projekt. Pra përfundoi rruga që del nga Kunja, që ka i dalje tjetër alternative nga Lezhë, përveç se daljes kryesore. Nuk është mjaftueshëm, që të jemi realist. Shumë shpejt fillojmë bypassin e Shëngjinit, që është bë projekti dhe është bë gati për të dhënë që trafiku ka lënë sipër Shëngjinit dhe besoj se shumë shpejt do fillojë edhe Shëngjin-Velipoja, që është një tjetër, jo një tjetër, po është vetëm zgjidhje për t'i dhënë, si më thonë, oksigjen lëvizjes së mjeteve nga Shëngjini në dalje. Unë mendoj se duke shtu këtu edhe filozofinë e re të kohëve të fundit, që ka fillu me resortin Dugagjini, me disa tjera, të paktën janë 30 arkitekt huaj nga më të mirë në botë, që po të dizenjojnë resorte e apartamente në Shëngjin. Unë mendoj se për edhe në Tale, Balfin Group, Zamirmane ka një projekt që dhe aplikoj shumë shpejt një Green Coast të ri në Tale, plus Dugagjini ka një projekt që dhe filloj tani të ri, përveç asaj që ka, dhe ka hedhë dhe shikimin në Tale, dhe po përgatitet, pa thonë një sekret. Kështu, pra, unë mendoj se Lezhë, për shkak edhe të kombinacionit natyror që ka dhe për shkak të mënyrës se si do të zhvillohet, ka një qasje shumë pozitive. Kemi ra dakord me qeverinë që gjithë rrugët rurale, pa përjashtim, nga Pregu Lumi Mat, e deri në Shëngjin, e çamban aksi rrugës komplet kryesore, do të shtrohen me asfalt të gjitha. Besoj mëra ditë tjetër do jenë të asfaltuar me gjitha, ku në zona turistike nuk do kemi më asnjë problem të pasës rrugëve rurale, po themi, që shkojnë në afërsi të Bregdetit pa të pashtruar. Pra kemi një program të orientuar drejt të përcaktuar, e do në kohën e vetë, për 2-3 vjetë unë mendoj se do jemi aty ku duhet.